Gjyqtari Astrid Kalaja po përcillet sot për në banesë të fundit pas ngjarjes së rëndë të ndodhur 2 ditë më parë ku u ekzekutua në sallën e gjykatës së apelit. Familjarët kanë bërë me dije se omazhe do të zhvillohen në ambientet e Pallatit të Kongreseve nga ora 9 deri në orën 11. Ngjarja ka tronditur opinionin publik pasi akti i dhunës ndodhi në një vend ku siguria duhet ishte maksimale. Sipas hetimeve në orën 13:42 Elvis Shkambi dhe John Shkambi hynë në ambientet e gjykatës dhe u skanuan nga pajisja detektuese metaleve e cila sinjalizoi prezencën e armëve, por punonjësi i sigurisë nuk ndërmori asnjë veprim. Ata qëndruan në hol deri në orën 15:29 përpara se të futeshin në sallën e seancës. Në momentin që gjyqtari Kalaja shpalli vendimin, Elvis Shkambi nxori armën dhe qelloi disa herë, duke i marrë jetën gjyqtarit dhe plagosur 2 persona të tjerë, Rakip dhe Ervis Kurtaj, që ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Autori u neutralizua dhe u prangos nga policia pas daljes nga salla. Ngjarja ka ngjallur shqetësim për sigurinë në gjykata, ndërkohë që autoritetet po vazhdojnë hetimet për të sqaruar të gjitha rrethanat dhe përgjegjësitë për këtë tragjedi.